që mundet me bodom se ka bo vendat e vetë, tash i kanë bo, nuk levizin ma shumë, po është ma rrezik nështë me hi me operu se me lona aty ku është. Po, shto. Falë zotit je gjallë, që qërë. Nga tërkitje për Bujarin, bravo. Bujar, se e fillum kështu pak si shëshnisht, po si ke fillu, dhe me thonë, me kur ke dëgju për herë parë për këtë, dhe me thonë, Mështrinë Qëllimtarët Kosovës edhe për formacionet që se ti, nëse s'gaboj keni jetu bashkë me një shtëpi me Kryeministrin Ramush Haradinaj. Po, jem konë një shtëpi, jem rrit bashkë, edhe dikun të viti 93-94 jenë ndasi gjithë. Si kretë dynjoja. Shqiptarët. Unë kam qenë, Leoni ka qenë pak maj ma sonë në moshë, dhe me thonë a i ka qenë 3 vjetë maj ma sonë. 3 diçka që ashtu. Dhe, po, unë jem rrit me Leonin. Ramushi apë të konë pak maj madhë se na edhe shkollimet me thonë Ramushi konë pak ma aktiv ka temat edhe për të flasë edhe patriotike, protestat që bëshin në atë ko, po unë isha hala i ri. Edhe me Leonin jem rrit, dhe me thonë. Edhe kem pas shumë shoshni mirë, jo që kem qenë, nështë atë jem pisë në rrëdje, po kem pas një shoshni të mirë, dhe me thonë që kem kalu shumë mirë, edhe Leoni ka qenë shumë djallë korrekt edhe të kalimun shumë procese, edhe një dit ishim të punu aty të shpia janë, ishë ardhë fakt për shpis vetë, ishim të shpia janë të punu, edhe ishim të punu dishka rrëth shpis aty, edhe pishojmë një kert policisë, Niva e në konë në atë kohë. Po, e vërtet. Edhe e pam dikun një 200-300 metra. Ma lërgë, edhe Leoni po më thotë, tha, a levizin pak që nej. Po, në nuk disha kur gjohë, qa të më thonë. Thash, okej, shkum pak manel, dhe kem pas një farare mra pa shpisa tje. Mjellë në Kalamaqa qa konë në atë kohë. Edhe, tha, adhe rrim, shtu pak, tha, unë e pisha cigaren. Po nuk e pisha nërsi prendve kështu. Dhe si tha i cigare shtu, tha rrim shtu. Najtem 20 minuta, po nuk disha kur gjohune. Edhe tha, aty për herë të parë, dhe me thonë, e kom kuptu se Leoni nashta është edhe tu në ndjek për dikuj, edhe për herë të parë ja kom pa armen. Si sot dhe kujtoj, e ka pas një kold Amerikan që janë me 6 fishek kështu, edhe i ka pas një 6-7 fishek një kesë ose bishkat shelne kështu. Edhe, po nuk e kom pyt ma shumë shka e qysh. Adin se, edhe, normal që më karujt, edhe më karujt edhe mu, po nuk e kom ditë shka është tutje, po e kom ditë që është jarmatast. Aty anej, atër jem shku gradualisht të kuptu që edhe një ardhë një ko që Leoni e kreu shkollën e mesme edhe tash për me vazhdu fakultetin, dhe me thonë Leoni nuk e sheket arsysh me vazhdu në Kosovë, për shumë arsyje që në atë kohë masa ne i kem marrë vesh që i kem kuptu. Dhe thonë Leoni ka qenë promotori i ushtrisë qëndrimtare të Kosovës, që shedim tash, dhe thonë s'po flasë për organizime, për bartjet armatimit, për përcjelljet njerëzve, po edhe për sulmet që i ka bo, se Leoni sa herohin Kosovë nuk o këthy kur thot në Shqipëri. Dhe me thonë e ka kry një temë caktume edhe pse nashta mranda natë është ardhë dhe është këthy. Edhe arsyeja ka qenë ma shumë më shku në shkolla atje, edhe një farforme me hub gjurëm edhe të tema tjera që jem fakultet atje, jem okej, po Leoni nuk ka ardhë kur haptas në Kosovë ma. Dhe me thonë ka hi krejt kohën më shef, dhe me thonë. Një legali, po. Edhe, toni mas, kur ardhë koha, dhe me thonë, po unë atër mas anaj në kyç bashkë me Shkëllzenin, me Dautin, me Gazmend Memetaj, me Agron Memetaj, me Himen, Himaradina i vlam tam, që ovrami 24 mars. Edhe, dhe me thonë, i kem kryt do procedura ko gjatë moja deri në ramjen e Leonit që... Po si e kujtojnë ramjen e Leonit? Qërë, me të thot drejten për ne e konë pak shok atë kohë, se ne nuk ishim endet përgaditun edhe sidomos
më në ra shtylla kryesore e ushtrisë njëmtare në atë kohë që shka qenë